ja ku jemi rikthyer sërish, vijoj të jem në studio me Violën dhe me Amelën. Do flasim Amela për këto projektet e tua kinematografike si producente ekzekutive, siç e ke edhe titullin që ty të pëlqejnë titullit. Hiç fare. Tani çfarë që të futemi pak tek këto prodhimet Hostel by Annabelle ose Snobi etj. Pse i duan të rinjt kaq shumë këto prodhime, këto formate, po themi? Ose e para janë formate për të rinjt. Domethënë Hostel by Annabelle është një format totalisht për të rinj. Është një format që në kohën që ishte shumë e re për kohën dhe nuk është gocat e gjenin shumë veten. Pra e gjenin shumë vetëm të lirshmëria e Megi edhe u atheu pak kornizat. Edhe fakti që ishin njerëz të ndryshëm nga njëra tjetra, për shembull Viola me aksentin e vet, pak fjerak. Domethënë të gjitha ishin shumë ndryshe, Ana që ishte si rockere, dhe e gjitha kjo e bëri shumë të dashur për publikun. Dhe pastaj patjetër që ajo ka pas një skalet me pika, ngadalina, me gjëra, por ndërkohë gocat ishin shumë spontane dhe kishin gjithë lirinë e botës që të ishin spontane, duke e bërë gjën shumë të afërt. Pra është shumë vërtet që ishin formate të mirëfillta alternative këto. Dhe ti e shef me shumë qef. Më kupton se ti thua që okay, këto janë me vërtet goca të reja që kanë shkuar, për shembull një nga episodet kanë shkuar në Mirditë. Tek shtëpia e një personi që jetonte me vërtet në Mirditë aty dhe po jetonin me ato kushte. Dhe ajo është e vërtet. Domethënë nuk është se aty patjetër kishte 3 pika kryesore që ti duhet të përmbushje derisa të shkoje aty. Po nuk është se more një familjar, një person e pagove për të qenë familjar i asaj shtëpie. Dhe për më tepër ti se di fare se do ketë ajo shtëpia brenda. Mbaj mend një herë në autostradë e Brunesi. Më duket ka qenë një episod i Hostelit, Kanë qenë disa. Kemi qenë disa episod. I treti ka qenë është bërë te Brunesi në autostradë. Po, më kanë jetuar aty më duket, Po, e kemi. Si ishte jetosh te Brunesi me gjë? Ishte shumë bukur, sepse ne ndryshuam, ishte një ambient i gjithë i kati i dytë dhe ne ndryshuam të gjithë. Po. Me arkitekt plus Dea vetë që ishte arkitekte dhe u bë me dhoma, me living room, me çdo lloj gjëje dhe aty jetonin gocat sepse u bë formati i tretë ka qenë sinjet dhe ishte më shumë si reality. Pra gocat jetonin aty. Qëlloj që ishte edhe periudha e Covidit, sa po filloi Covidi, kjo ishte edhe arsyeja sepse u mbyll para kohe pak a shumë. Po. Dhe një periudhë të kohës ato jetonin aty dhe periudhën tjetër ne do shkonim në Europë. Dhe ne shkuam në Itali, që shkuam në Milano, Venecia, Firenze, që takuam shqiptar e të gjitha. Pastaj në Kosovë patëm mundësi të shkonim sepse më pas u mbyllën të gjitha dhe do kishim ngel Poloni, se biletat e radhës ishin për Poloni. Dhe në 13 mars u mbyll gjithë bota. Po, dhe do kishit ngel në Poloni. Nuk do ishte eksperiencë e keqe. Se ty për shembull pëlqejnë shumë udhëtim. Jo, mua më pëlqejnë shumë. Po ndoshta Polonia është shumë ftohtë në mars edhe me maska, nuk e di do. Dhe un kam qenë në Poloni dhe s'u ka pëlqyer. Okay, do të thonë nuk do ishte eksperjenca më e mirë ever. Jo, më e mirë ever se besoj. Por kjo ishte edhe një nga arsyet sepse u mbyll më shpejt se ç'duhej, sepse nuk mund të bëheshin me ato udhëtimet. Edhe aty u pa dhe nevojshme që të bënim diçka tjetër që ishte Snobi. Dhe ajo me vërtet që ishte një arritje shumë e madhe kinematografike për gjithë ne. Se unë nis shumë qet, unë nis si diçka për YouTube, që njerëzit ta shihnin gjatë pandemisë, e ka pas emrin, titullin, më fal, Ata dhe ne të tjerët. Po, shqyr që se keni nxjerrë me këtë titull. Po, faleminderit. Shqyr që se keni. Po, e ka pas Ata dhe ne të tjerët deri goxha, domethënë skenarët e parë që printonim ishin Ata dhe ne të tjerët. Po, m'pëlqen. Më vërtet? Po se ti bën Snob është më catchy. Ti bën pjesë tek Ata të tjerët prandaj. Mendoj se jo, është Ata dhe ne të tjerët. Mendoj se të gjithë ne bëjmë pjesë tek Ata të tjerët. Të gjithë ne. Kështu që pastaj nga YouTube ajo kaloi që okay, kjo gjë është pak më e madhe dhe ka nevojë për më shumë përkushtim dhe u shty për një vit më në 2021-shin. Po aktorët e rinj bën disa kurse aktrimi, morëm aktorë të mirëfillt pastaj si Eva Alikaj, Violeta Trebicka, Dritan Kastrati, pra që u bën pjesë e castit kryesor dhe ishte komplet pastaj ndryshoi komplet rrjedha dhe u quajt Snob.